Të nderuar televizionistë, përshëndetje. U jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK ka zbuluar një ndërhyrje të palishme në disa adresa emaili të prokurorëve të posaçëm. Pas një hetimi intensiv, janë arrestuar 2 individ që kanë kryer dhe shpërndar informacionin e vjedhur. Fatmirësisht, sistemi i brendshëm i SPAK-ut ka mbetur i pacënuar dhe nuk ka pasur akses në dosjet hetimore. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar njoftoi se me 12 mars 2025 ka marrë informacion me një ndërhyrje të palishme në adresën e emailëve të disa prokurorëve të posaçëm, por pa prekur sistemin e përgjithshëm të IT-s të institucionit. Pjesëmarrësit në këtë akt kriminal arritën të merrin disa informacione, por nuk mundën të siguronin akses në dosjet hetimore. Ndërkohë, ata u përpoqën të ndërhynin edhe në emailin e drejtuesit prokurorisë së posaçme Altin Dumani, por pa sukses. Pas hetimeve intensive, me përfshirjen e byrosë së hetimit dhe sektorit të ekspertizës, janë identifikuar dhe arrestuar 2 individ, njëri që ka realizuar ndërhyrje në email dhe tjetri që ka shpërndar informacion tek persona të tjerë. Po ashtu janë sekuestruar pajisjet e përdorura në këtë akt dhe skedarët e shkarkuar. Prokurori i çështjes ka urdhëruar që informacionet e marra të mos publikohen për të ruajtur sekretin hetimor. Hetimi i brendshëm administrativ ka konfirmuar se sistemi i përgjithshëm i IT-s së SPAK-ut ka mbetur i pacënuar dhe janë marrë masa shtesë për forcimin e protokolleve mbrojtës. Deri tani nuk ka prova që sugjerojnë se të arrestuarit kanë bashkëpunuar me personel të brendshëm të SPAK-ut. Hetimet vijojnë për të zbuluar nëse ka patur një grup të strukturuar kriminal të përfshirë në këtë akt. Kryeministri i vendit Edi Rama theksoi se lufta ndaj korrupsionit është përshpejtuar dhe udhëhiqet nga Partia Socialiste, duke vënë në dukje se ky proces ka sjellë risi historike për Shqipërinë. Ai bëri thirrje qytetarëve të mbështesin Partinë Socialiste për të garantuar integrimin e vendit në Bashkimin Evropian, duke kritikuar kundërshtarët politik. Në takimin e dytë të nivelit të lartë Shqipëria 2030 në Bashkimin Evropian, kryeministri Edi Rama ka theksuar angazhimin e lartë të forcës politike që ai drejton për ta çuar Shqipërinë përpara në procesin e integrimit evropian. Ai theksoi rëndësinë e shfrytëzimit të mundësisë për hapjen e dyerve të Bashkimit Evropian, duke thënë se kjo mundësi është reale dhe aktuale, por mund të mbyllet nëse nuk veprohet shpejt. Ne na duhet të hyjmë në atë derë që është hapur sot si mundësi jo vetëm reale, po aktuale, një derë që është hapur me premisën që deri në fund të 2027-s ne mund të mbyllim negociatat si një vullnet i dyanshëm dhe një derë që mund të mbyllet nëse ne nuk jemi të shpejt dhe të fokusuar për ta shfrytzuar hapësirën e kohës që kemi në dispozicion. Mund të mbyllet sepse historia e zgjerimit tregon që ajo derë hapet dhe ajo derë mbyllet. Një ndër sfidat më të mëdha të qeverisë pas së Ramës mbetet pakthyeshmëria e reformës në drejtësi, që ai e vlerësoi si sfidën e sfidave. Garantimi i pakthyeshmërisë së reformës në drejtësi është sfida e sfidave. Dhe e përsëris, në momentin që ne hyjmë në Bashkimin Evropian, ky nuk është më një alarm. Po deri kur ne të jemi në Bashkimin Evropian, ky duhet të jetë alarm i vazhdueshëm që reforma në drejtësi të jetë e pakthyeshme, që institucionet e reja të drejtësisë. Kryeministri u ndal edhe tek Komisioni i Posaçëm Antikorrupsion, duke thënë se ky komision është rezultati i një alarmi të brendshëm dhe se puna e tij do të vazhdojë edhe në legjislaturën e ardhshme. Edhe në legjislaturën e ardhshme, që të jemi shumë të qartë, është kyç për të mundësuar jo vetëm hyrjen në atë derë, por edhe qëndrimin aty si një vend me një proces të konsoliduar të garancive të lirisë individuale dhe barazisë para ligjit. Nuk ka liri individuale dhe barazi para ligjit askund tjetër. Në përfundim, Rama theksoi se Shqipëria nuk ka tjetër rrugë përveç asaj të Bashkimit Evropian dhe se ky proces është tërësisht i lidhur me forcimin e reformave të brendshme, veçanërisht në drejtësi. Kryeministri i vendit Edi Rama theksoi se lufta ndaj korrupsionit është përshpejtuar dhe udhëhiqet nga Partia Socialiste, duke vënë në dukje se ky proces ka sjellë risi historike për Shqipërinë. Ai bëri thirrje qytetarëve të mbështesin Partinë Socialiste për të garantuar integrimin e vendit në Bashkimin Evropian, duke kritikuar kundërshtarët politik.
Kryeministri i vendit Edi Rama theksoi se lufta ndaj korrupsionit është intensifikuar në mënyrë të konsiderueshme fal këmbguljes së Partisë Socialiste dhe për herë të parë në historinë e Shqipërisë njerëzit të lidhur me pushtetin po thirren nga prokurorë dhe gjykatës të pavarur. Për herë të parë në historinë e Shqipërisë po ndodh njerëz të lidhur me pushtetin politik, thirren nga prokurorë dhe gjykatës të pavarur nga pushteti politik për herë të parë. Dhe kush thotë që kjo nuk ka lidhje me mua dhe Partinë Socialiste, nuk thot vërtetën. Nuk thot vërtetën. Jemi pikërisht unë dhe Partia Socialiste që e kemi sjell këtë risi historike në jetën shqiptare. Risi historike në jetën shqiptare që nga 1912, kur është ngritur flamuri i pavarësisë dhe kur është krijuar qeveria e parë dhe deri para pak vitesh, në Shqipëri kur një person i lidhur me pushtetin politik nuk është hetuar dhe gjykuar nga një drejtësi e pavarur. Kur janë pushkatuar, po, ministra, edhe janë varur në litar, po me urdhër nga kjo zyrë. Ku këtu në këtë zyrë gjendej shpata. Shpata që duhet rri gjithmonë në dorën e zonjës drejtësisë. E kishte pushteti politik. Ne e dorëzuam shpatën. Ai gjithashtu komentoi për kundërshtarin e tij politik Sali Berishën, duke përdorur një metaforë për të përshkruar situatën e tij dhe sfidat që ai përballet. O zotri, ne jemi në qeveri, ne kemi programin qeverisës të stërdetajuar në çdo fush. Ne jemi në negociata me Bashkimin Evropian, si mendon ti, me Bashkimin Evropian bën negociata ja fjalë vërtet, bën negociata me një vend që s'ka program. Çfarë muhabete që këtu? Mos dëgjoni bufin e kënetës, largohuni nga këneta, ikni nga këneta, braktisni kënetën. Këto ditë të them unë. Nuk po them hikni nga këneta dhe bëuni antar të Partisë Socialiste. Ndërkohë, Rama i kundërshtoi thirrjet e Sali Berishës që inkurajojnë të ri të përdorin VPN për të hyrë në TikTok, duke theksuar se ky është një rrezik për sigurinë dhe të dhënat private. Sepse kur përdoret me VPN është i hapur për marrjen në kohë reale të dhëna. Kjo dihet botërisht. Është njësoj si ta përdorësh duke e ndarë me tjerët passwordin, duke ndarë me tjerët gjithë dhënat, edhe nëse nuk ke ndonjë problem me këtë punë, përdore. Kryedemokrati Sali Berisha reagoi sot për mediat lidhur me hakerimin e dosjeve hetimore nga SPAK, duke ngritur dyshime për një luftë brenda Partisë Socialiste dhe për përfshirjen e klaneve mafioze. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha reagoi sot për hakerimin e të dhënave të disa dosjeve hetimore nga SPAK, duke cilësuar atë një akt të rëndë dhe duke ngritur dyshime për mundësinë që ky incident të jetë rezultati i luftës brenda Partisë Socialiste. Gjatë një konference për mediat, Berisha theksoi se ky mund të jetë një hakerim brenda partisë që ka të bëjë me rivalitetin e grupeve dhe klaneve mafioze të përfshira në politikë. A është hakerim apo vetë hakerim, unë nuk e di. Tani pjesa e parë, por është gjë shumë e rëndë. Do të thonë, o qytetar, të gjitha dhanat tuaja mirren, villen, manipulohen dhe s'kan asnjë siguri. Çfarë është kjo? Është kjo mundet dhe një luftë të brendshme brenda klaneve mafioze të Partisë Socialiste. Tani grupi armiqësor, Xhafa, Pastori, Bushka, Balla, dy tre tjerë, ata duhet të akuzohen me çdo kusht. Me shembull si historia e statuseve të Erion Velis. Statuset ja shkruan te Rama dhe përgjigjen skapi ja jep te Erion Velis. Edhe këtë hakerimin duhen t'ja faturojnë Fatmir Xhafs. E kuptoj unë, aty ke hallin. Përveç hakerimit të dosjeve, Berisha ngriti akuza edhe ndaj policisë, duke theksuar se ajo po dështonte të dërgonte dosjet për hetim në SPAK dhe po përpiqej të mbronte krimin. Ai akuzoi autoritetet se po e pengojnë punën e drejtësisë dhe po i lejojnë të dhënat të manipulohen pa ndërhyrje. Ky tregon çarjen përfundimtare të institucioneve të shtetit mafioz, shtetit narkoshtetit. Kjo tregon se në 83% të rasteve provat e krimit prishen, manipulohen, përdoren për pazar dhe nuk shkojnë në prokurori. Ky është zbatimi i urdhrit të Edi Ramës. Edi Rama ka urdhëruar institucionet që të mos kenë komunikim me organet e prokurorisë. Dhe ky është një akt shumë i rëndë. Ky reagim i Berishës vjen pas ngjarjeve të fundit ku është raportuar për një ndërhyrje të palishme në të dhënat e dosjeve hetimore nga SPAK, duke nxitur pyetje të mëtejshme lidhur me sigurinë dhe integritetin e sistemit të hetimeve.
Ministria e Brendshme ka publikuar listën përfundimtare të zgjedhësve për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, ku 3.713.761 shtetës shqiptar brenda dhe jashtë vendit kanë të drejtë të votojnë. Prej tyre 114.642 janë zgjedhës të rinj, ndërsa për herë të parë listat përfshin edhe shqiptarët që jetojnë jashtë vendit. Ministria e Brendshme ka bërë publike këtë të mërkur listën përfundimtare të zgjedhësve që do të mund të votojnë në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, e cila përmban 3.713.761 shtetës shqiptar brenda dhe jashtë vendit. Në këtë listë përfshihet edhe 114.642 zgjedhës që do të votojnë për herë të parë. Ky numër tregon një angazhim të madh të shtetit për të përfshirë edhe rinovuar pjesëmarrjen e qytetarëve në procesin zgjedhor. Për herë të parë, shqiptarët që jetojnë jashtë vendit kanë mundësinë të votojnë, një hap i rëndësishëm drejt përfshirjes së diasporës në jetën politike të vendit të tyre. Procesi i hartimit të kësaj liste është realizuar në mbikëqyrjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke siguruar që çdo fazë të ishte e drejtë për drejtë dhe transparente. Janë bërë disa publikime të ekstrakteve të përbërësve zgjedhor, duke garantuar që çdo zgjedhës të jetë i regjistruar dhe të ketë mundësinë të ushtrojë të drejtën e tij të votës. Ky proces ka pasur si qëllim që të sigurojë një proces zgjedhor të rregullt dhe të qartë, i cili është zhvilluar në mbikëqyrjen e autoriteteve kompetente që në përputhje me legjislacionin në fuqi, duke mundësuar që zgjedhjet të zhvillohen në një midis të ndershëm dhe të besueshëm. Eci me të tjera informacione, GKK ka refuzuar kërkesën për gjykim të shkurtuar për të pandehurit e dosjes 5D, të cilët akuzohen për korrupsion dhe shkelje të tenderave. Sipas gjykatës, dosja nuk mund të zgjidhet me aktet aktuale të paraqitura. SPAK nga ana tjetër kërkon më shumë kohë për përgatitjen e listës së dëshmitarëve dhe provave. GKK ka refuzuar kërkesën për gjykim të shkurtuar të pandehurve të dosjes 5D, Redi Molla, Mariglen Qato, Taulan Tusha dhe Anton Punavia, duke e çuar këtë çështje për një shqyrtim më të detajuar. Gjykata argumentoi se aktet aktuale të paraqitura nga SPAK nuk janë të mjaftueshme për të marrë një vendim të shpejtë, duke kërkuar më shumë kohë për përgatitjen e dosjes. SPAK, që ka ngritur akuza ndaj të pandehurve për korrupsion pasiv, mosdeklarim të pasurive dhe shkelje në tendera, ka kërkuar një periudhë shtesë për të kompletuar listën e dëshmitarëve dhe për të paraqitur prova shtesë. Kjo kërkesë ka çuar në ndërprerjen e seancës dhe shtyrjen e saj për datën 17 prill 2024 në orën 9. Në datën 2 korrik 2024, SPAK i komunikoi akuzat për korrupsion pasiv dhe mosdeklarim të pasurive ndaj Mollës së Qatos, ndërsa Tushës ju komunikua akuza për shkelje të barazisë në tendera. Hetimet e nisura për dosjen 5D përfshirë 11 procedura tenderimi të dyshimta që janë zhvilluar gjatë periudhës 2016-2022, periudha gjatë së cilës Redi Molla ka ushtruar funksionin e drejtorit përgjithshëm të shoqërisë ujësillës kanalizimeve Tiranë dhe Mariglen Qato ka qenë drejtori i departamentit mbështetës në këtë shoqëri. Kompania përfituese nga tenderat është identifikuar në 2 emra të ndryshëm: Igor Electric dhe Vas Construction. Bujar Marcel Shega është ekstraduar nga Italia pas një periudhe në kërkim për lidhjet e tij me organizatat kriminale të Suel Qelës. Ai u arrestua nëntorin e kaluar dhe akuzohet për pastrim të parave dhe trafikun e lëndëve narkotike. GKK caktoi masën e sigurisë arrest me burg ndaj tij, ndërsa hetimet e SPAK-ut zbuluan se ai menaxhonte 2 kompani që dyshohet se shërbenin për pastrimin e parave të grupeve kriminale. Bujar Marcel Shega, i konsideruar si truri financiar i organizatës kriminale të Suel Qelës, është ekstraduar nga Italia dhe është dërguar në Shqipëri, ku ndaj tij është ekzekutuar masa e sigurisë arrest me burg. Ai është padur në kërkim nga SPAK dhe u arrestua nëntorin e kaluar në shtetin Fqinj si pjesë e operacionit të gjerë të goditjes së organizatës kriminale të Suel Qelës. Emri Shegës ishte i përfshirë mes 22 urdhër arresteve të lëshuara nga prokuroria e posaçme për akuzat e trafikut të lëndëve narkotike dhe
pastrimit të produkteve të veprës penale. 52 vjeçari, i njohur dhe me emrin Marcel Shega, dyshohet se ka menaxhuar 2 kompani, Viola Green dhe Wonder Green, përmes të cilave pastronte paratë organizatës së drejtuar nga Suel Çela dhe të një grupi tjetër kriminal me bazë në Dubai që kishte investuar në pasuritë paluajtshme në Tiranë. Hetimet e SPA kanë zbuluar se Shega ishte një nga shërbëtorët kryesor të pastrimit parave për këto grupe, duke përdorur kompaninë e tij për të legjitimuar të ardhurat e palishme. Ilaria Sula humbi jetën mëngjesin e ditës që humbi gjithashtu edhe kontaktet me familjen e saj. Ishi dashuri Mark Anthony Sampson është identifikuar si autori vrasës, por ka refuzuar që të bashkëpunojë me hetuesit. Hetimi ndërkohë vazhdon me analizën e kamerave të sigurisë dhe vlerësimin e rolit të prindërve të tij. Ilaria Sula, një vajzë e re dhe e talentuar, u vra tragjikisht nga ishi dashuri i saj Mark Anthony Sampson, një 23 vjeçar student në Universitetin La Sapienza dhe me origjinë nga Filipinet. Mëngjesin e ditës që humbi kontaktin me familjet e saj, Ilaria u vra dhe trupi i saj u fshe në një valiçe shumë të vogël për ta mbajtur të tërën. Vrasësi transportoi trupin e saj 40 kilometra larg, ku më pas e hodhi thikën në një kazan plehrash. Hetimet janë ende në zhvillim, ndërsa hetuesit po analizojnë kamerat e sigurisë në zonë për të rindërtuar lëvizjet e tij pas ngjarjes. Po ashtu, prindërit e Mark Anthony Sampson janë në vlerësim për mundësinë e përfshirjes në fshehjen e trupit të viktimës ose ndihmën në krim, ndonse ligjërisht ata nuk mund të akuzohen për favorizim pa prova të qarta. Sampson ka refuzuar të përgjigjet për disa pyetje kyçe të prokurorisë lidhur me ngjarjen, ndërkohë autopsia e trupit të Ilaria Sulës pritet të ndihmojë për të sqaruar më tej rrethanat e vdekjes së saj. Hetimet vazhdojnë dhe pritet që familja e viktimës të marrë përgjigje për këtë tragjedi të rëndë. Do të ecim me zhvillimet nga bota. Presidenti amerikan Donald Trump ka vendosur një tarifë bazë prej 10% për importet nga Ballkani Perëndimor. Tarifat për Serbinë, Bosnjën dhe Maqedoninë e Veriut janë përkatësisht 37, 35 dhe 33%. Tarifa është pjesë e një politike më të gjerë për të adresuar suficientin tregtar të shumë vendeve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke përfshirë edhe partnerë të mëdhej tregtar si Kina, Bashkimi Evropian, Korea e Jugut dhe Japonia. Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar vendosjen e një tarife doganore bazë, prej 10% për importet nga vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë Shqipërinë dhe Kosovën. Vendet e tjera të rajonit janë përballur me tarifa më të larta. Serbia 37%, Bosnia dhe Hercegovina 35% dhe Maqedonia e Veriut 33%. Vendimi është pjesë e një politike më të gjerë që përfshin tarifa ndaj 10 vendeve që kanë suficit tregtar me Shtetet e Bashkuara. Ndaj importeve nga Kina është vendosur një tarifë prej 34%, ndërsa Bashkimi Evropian përballet me një tarifë prej 20%, Korea e Jugut me 25% dhe Japonia me 24%. Sipas zyrtarëve të lartë të Shtëpisë së Bardhë, tarifa bazë prej 10% do të hyjë në fuqi më 5 prill, ndërsa tarifat reciproke për vende specifike do të aktivizohen më 9 prill. Trump e ka cilësuar këtë vendim si një emergjencë ekonomike kombëtare, duke synuar të rrisë të ardhurat vjetore me qindra miliarda dollar dhe të kthejë vendet e punës në fabrikat amerikane. Megjithatë, ekonomistët kanë ngritur shqetësime se tarifat mund të ndikojnë negativisht në ekonominë amerikane, duke rritur çmimet për konsumatorët dhe bizneset për produkte si automjete, rroba dhe mallra të tjera. Këto masa rrezikojnë të nxisin një ngadalësim ekonomik të papritur dhe të përshkallëzojnë tensionet tregtare në nivel global. Produktet shqiptare të prodhuara në Shqipëri dhe Kosovë do të përballen me një tarifë prej 10% për çdo eksport drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si pasojë e masave të reja të vendosura nga presidenti Donald Trump. Ky vendim prek të gjitha vendet e botës, përfshirë 2 shtetet shqiptare të rajonit. Në kuadër të masave të reja të presidentit amerikan Donald Trump, çdo mall i prodhuar në Shqipëri dhe Kosovë për eksport në Shtetet e Bashkuara do të paguajë një tarifë prej 10% përpara se të hidhet në tregun amerikan. Ky vendim ndikon në të gjitha vendet e botës, përfshirë 2 shtetet shqiptare të rajonit. Mallrat shqiptare, së bashku me ato të prodhuara në Malë të Zi, janë vlerësuar me nivelin më të ulët të tarifave, ndërsa produktet nga Serbia dhe Turqia janë tarifuar më rënd, me një shkallë të tarifës prej 37%. Pjesa tjetër e vendeve të rajonit, si Bosnia dhe Maqedonia e Veriut, përballen me tarifa të tjera të larta, respektivisht 35% dhe 33%.
Shqipëria, megjithatë, ka një nivel modest eksportesh në tregun amerikan, që arrin në rreth $100 milion në vitin 2023. Eksportet kryesore të Shqipërisë përfshin metalet, të cilat përbëjnë 55% të totalit, si dhe produkte bujqësore dhe estetike, së bashku me bimë medicinale. Këto masa tarifore do të kenë ndikim të rëndësishëm në sektorin e eksportit të Shqipërisë dhe Kosovës, duke e bërë konkurrencën më të vështirë në tregun amerikan. Teksa i cilësoi tarifat doganore të Trumpit si një goditje të madhe për ekonominë globale, von der Leyen tha se do të kundërpërgjigjet, ndërsa shtoi se janë gjithashtu të gatshëm të negociojnë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti ja tha gjithashtu se do të punojnë për të ulur tarifat, jo për të rritur ato, ndërkohë në tregjet aziatike tarifat kanë dhënë efektet e para. Presidenti amerikan Donald Trump ka shpallur vendosjen e tarifave të reja për të gjitha importet në SHB, një vendim që ka shkaktuar reagime të forta nga liderë të ndryshëm ndërkombëtar. Tarifa universale prej 10% për të gjitha importet nga 5 prilli dhe tarifa të ndryshme specifike për vendet të caktuara kanë nxitur kritika dhe kërcënime për kundërmasa ekonomike. Shefja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e cilësoi këtë veprim si një goditje të madhe për ekonominë botërore, duke paralajmëruar për pasoja të rënda për konsumatorët global, të cilët do të përballen me çmime më të larta për ushqime, ilaçe dhe mallra të tjera thelbësore. Ajo theksoi se zgjidhja e problemeve tregtare duhet të arrihet përmes marrëveshjeve dhe jo përmes tarifave të njëanshme. Tarifat për vendet e Bashkimit Evropian janë caktuar në 20%, ndërsa për Britaninë e Madhe 10%. Vendet e Ballkanit Perëndimor janë prekur gjithashtu, me tarifa 10% për Shqipërinë dhe Kosovën, ndërsa Serbia, Bosnia dhe Hercegovina dhe Maqedonia e Veriut përballen me tarifa më të larta. Reagime të ashpra kanë ardhur edhe nga Kina, e cila ka paralajmëruar kundërmasa të vendosura në mbrojtje të interesave të saj. Presidenti në detyrë i Koresë së Jugut dhe liderët e Japonisë, Izraelit dhe vendeve të Amerikës Latine kanë kritikuar ashpër tarifat, duke i cilësuar ato si të padrejta dhe kërcënuese për ekonominë globale. Në përgjigje të tarifave amerikane, Brazili ka miratuar ligjin e reciprocitetit ekonomik, duke përgatitur kundërmasa të ngjashme. Ndërkohë, kryeministrja italiane Giorgia Meloni ka bërë thirrje për negociata për të shmangur një luftë tregtare, ndërsa homologët e saj spanjoll dhe irlandez kanë shprehur keqardhje për vendimin e Trump. Vendimi pritet të ndikojë në ekonominë globale, duke rritur inflacionin dhe çmimet për konsumatorët. Ndërkohë që Shtetet e Bashkuara synojnë të mbledhin miliarda dollar në të ardhura vjetore si pjesë e një strategjie për të rritur prodhimin e brendshëm dhe për të rikthyer vendet e punës. Pavarësisht masave të reja tarifore të Donald Trumpit për madhërat që hynë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Senati i SBA-ve ka miratuar një projekt ligj që heq tarifat e reja ndaj Kanadas. Votimi me shumicë të ngushtë 51-48 për këtë ligj është një goditje për Trump, pasi disa republikan bashkuan votat e tyre me demokratët për të mbështetur nismën ligjore. Vetëm disa orë pas njoftimit të presidentit Donald Trump për vendosjen e një sër tarifash mbi mallrat që hyjnë nga jashtë në SBA, Senati miratoi një projekt ligj që përfundon tarifat e reja ndaj Kanadas. Votimi për të miratuar projektligjin ishte 51 me 48 dhe pas kalimit në Senat, ai do të shkojë në dhomën e përfaqësuesve për miratim të mëtejshëm. Ky zhvillim u konsiderua një goditje për Trumpin, pasi 4 senatorë republikan u bashkuan me demokratët për të avancuar ligjin. Projektligji kërkon heqjen e emergjencës kombëtare të shpallur nga Trump më 22 janar, emergjencë që ai e lite me importet e paligjshme të drogës fentanyl nga Meksika, Kanadaja dhe Kina. Trump përdori këtë emergjencë si justifikim për tarifat e reja të larta ndaj Kanadas. Kreu i shumicës në Senat, John Thune, kundërshtoi projektligjin duke argumentuar se kalimi i ligjit do të dëmtonte luftën kundër karteleve të drogës. Megjithatë, 4 republikanë u bashkuan me demokratët, duke përfshirë senatoren Susan Collins, e cila argumentoi se tarifat e propozuara do të dëmtonin industritë të caktuara në shtetin e saj të majnë, përfshirë prodhuesit e letrës që varen nga lënda e parë nga Kanadaja. Ky veprim i Senatit vjen në një moment të tensioneve tregtare dhe ka për qëllim reduktimin e ndikimit ekonomik të tarifave ndaj Kanada dhe industrive të prekur nga këto masa. Tërmiti shkatrues në Myanmar ka shkaktuar mbi 3.300 viktima dhe 351 të zhdukur. Ekipet e kërkim shpëtimit po përballen me sfida të mëdha për shkak të shirave të dendur që vështërsojnë përpjekjet e shpëtimit. Kombet e Bashkuara ka nisur ndihmat emergjente për mbi 28 milion të prekur. Numri i viktimave nga tërmeti katastrofik në Myanmar është rritur në 3.003,
ndërsa 351 persona rezultojnë ende të zhdukur, raporton Reuters. Shirat e dendur dhe kushtet e motit po pengojnë përpjekjet e ekipeve të kërkim shpëtimit, duke vështirësuar aksesin në zonat më të prekura. Sipas një punonjësi të ndihmës në Myanmar, kushtet atmosferike janë kritike, shi po bie dhe ka ende shumë të zhdukur. Në Mandalay, veçanërisht nëse fillon të bjerë shi, njerëzit në rrënoja do të humbasin jetën edhe nëse kanë mbijetuar deri tani. Kombet e Bashkuara kanë alokuar $12 milion për ndihmë emergjente, përfshirë ushqim, ujë, strehim dhe shërbime të tjera për mbi 28 milion njerëz të prekur nga fatkeqësia. Ndërkohë, përplasjet e brendshme dhe lufta civile e vështirësojnë ndihmën humanitare në shumë zona të vendit. Pavarësisht situatës kaotike, qeveria e Myanmarit shpalli një armëpushim të njashëm për 20 ditë për të mbështetur përpjekjet e ndihmës, duke paralajmëruar se do të përgjigjet nëse rebelët rifillojnë sulmet. Edhe një aleancë e madhe rebele shpalli armëpushim për të mbështetur ndihmat humanitare. Ndërkohë, sfidat për popullsinë e prekur mbeten të mëdha, me shumë zona të izoluara që presin ndihmë. Ekspertët paralajmërojnë se përpjekjet e shpëtimit mund të zgjasin me javë të tëra për shkak të dëmeve të rënda në infrastrukturë dhe mungesës së burimeve të mjaftueshme për të përballuar krizën. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka arritur në Hungari ditën e sotme në udhëtimin e tij të parë në Europë, që kur gjykata ndërkombëtare penale lëshoi flet arrestimin ndaj tij lidhur me krimet e pretenduara të luftës në Gazë. Qeveria e Hungarisë ka vendosur të tërhiqet nga gjykata ndërkombëtare penale, menjëherë pasi kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, i kërkuar nga një urdhër arresti i GNP-s për krime lufte në Gaza, mbërriti në Budapest për një vizitë shtetërore. Kryeministri Viktor Orban e ftoi Netanyahun në Budapest në nëntor, vetëm një ditë pasi GNP-ja lëshoi urdhrin e arrestit mbi akuzat për krime lufte të kryera gjatë ofensivës izraelite në Gaza, pas një sulmi nga luftëtarët e Hamasit në Izraelin jugor. Izraeli ka mohuar akuzat, duke i quajtur ato të motivuara politikisht dhe të nxitura nga antisemitizmi. Ndërsa ka kritikuar GNP-n për munges legitimiteti në lëshimin e urdhrave ndaj një lideri të zgjedhur në mënyrë demokratike, që mbron të drejtën e vetëmbrojtjes. Hungaria, ndonse një antare themeluese e GNP-s dhe teorikisht e detyruar të arrestojë çdo të kërkuar nga gjykata, ka refuzuar të respektojë vendimin. Kryeministri Orban e cilsoi vendimin si të pacip, cinik dhe plotësisht të papranueshëm, duke theksuar se Hungaria nuk do të veprojë sipas kërkesës së gjykatës. Ky vendim i Hungarisë pritet të nxjisë reagime ndërkombëtare dhe të ngrej pikpyetje mbi angazhimin e vendeve anëtare ndaj GNP-s dhe parimeve të saj. Aktoria e njohur dhe e dashur për publikun Margarita Xhepa është ndarë nga jeta në moshën 91 vjeçare, një ditë pas festimit të ditëlindjes së saj. E njohur për rolet e saj të paharrueshme në kineman dhe teatrin shqiptar, Margarita do të kujtohet për gjithë kontributin e saj të jashtëzakonshëm në artin shqiptar. Margarita Xhepa, aktoria legjendare e ekranit dhe teatrit shqiptar, ka ndruar jetë në moshën 91 vjeçare duke lënë pas një trashëgimni të pasur artistike që ka ndikuar thellësisht në kulturën shqiptare. Ajo u nda nga jeta një ditë pas ditëlindjes së saj, pasi kishte luftuar për një kohë të gjatë me një sëmundje të mushkërive që përkeqësoi gjendjen e saj shëndetësore. Aktoria e dashur ndroi jetë rreth orës 03 të mëngjesit pas një trajtimi mjekësor në spital. Margarita Xhepa ishte një emër i njohur dhe i dashur për të gjithë shqiptarët, jo vetëm për rolet e saj në film dhe teatr, por edhe për përkushtimin e saj të jashtëzakonshëm në art. Ajo ka interpretuar në më shumë se 150 role në teatr dhe 32 role në kineman shqiptare, duke u bërë një figurë e paharrueshme e kinematografisë shqiptare. Një nga rolet më të njohura të saj ishte Shano tek Dimri i fundit, Zonja e prefektit tek General Gramafoni dhe Elenia Ankolli tek Koncert në vitin 1936, po ashtu ajo është nderuar dhe vlerësuar për performancën e saj në dramaturgjinë botërore, si Ofelia tek Hamleti dhe Vajza e dytë tek Mbreti i Lirë. Në vitin 1997, Margarita Xhepa interpretoi në filmin grek Mirupafshim një rol që i siguroi çmimin më të madh në festivalin ndërkombëtar në filmin mesdhetar në Selanik. Me një karrierë të pasur dhe një pasuri të madhe kulturore, ajo u vlerësua me titullin Artiste Populli dhe u nderua me çmime të shumta për arritjet e saj në art. Lavdëmira e Margarita Xhepës do të mbahet në 7 prill, ku do të bëhen homazhe në Teatrin e Operës dhe Baletit nga ora 10 deri në orën 13 për të përcjellë më pas në banesën e fundit. Lavdëmira e saj do të jetë një moment për të nderuar një artiste të madhe, e cila ka lënë një ndikim të pashlyeshëm në historinë e artit shqiptar.
Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 4 prill 2025 do të karakterizohet nga një mot me kushte atmosferike të ndryshueshme, me vranësira mesatare deri në të dendura, të cilat do të shoqërohen me rreshje shiu të herë pas hershme, me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të territorit. Në periudha afatshkurtra, rreshjet mund të jenë në formën e shtrëngatave. Temperatura minimale parashikohet të jetë 4 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë në 22 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë me drejtim veriperëndimor me shpejtësi mesatare deri në 11 metra për sekond. Ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe luginave, era her pas here fiton shpejtësi prej 5 deri në 13 metra për sekond, shoqëruar me valezim në dete të forcës prej 2 deri në 3 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 10 deri në 18 gradë Celsius. Kukës 8 deri në 16 gradë. Peshkopi 5 deri në 19 gradë Celsius. Tiranë 9 deri në 21 gradë. Durrës 10 deri në 22 gradë Celsius. Kavaj 9 deri në 21 gradë. Elbasan 8 deri në 20 gradë Celsius. Berat 8 deri në 21 gradë Celsius. Korç 4 deri në 15 gradë. Vlorë 10 deri në 22 gradë Celsius. Gjirokastër 8 deri në 20 gradë. Sarand 10 deri në 22 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 4 prill 2025 parashikohet të përshkohet me një mot kryesisht të vranët me intervale të shkurtra me diell dhe rreshje shiu në disa zona të territorit. Temperatura minimale parashikohet të jetë 3 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë në 17 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë me drejtim juglindje-verilindje me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond. Ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe luginave, era her pas here fiton shpejtësi nga 5 deri në 13 metra për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale të parashikuara për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijon. Mitrovic 3 deri në 15 gradë. Podujev 4 deri në 14 gradë. Skënderaj 3 deri në 13 gradë Celsius. Pej 3 deri në 15 gradë. Prishtinë 3 deri në 17 gradë Celsius. Gjakov 4 deri në 16 gradë Celsius. Malishev 4 deri në 14 gradë. Gjilan 3 deri në 16 gradë. Ferizaj 3 deri në 16 gradë Celsius. Kaçanik 4 deri në 15 gradë. Suharek 5 deri në 14 gradë Celsius. Prizren 4 deri në 16 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë do takohemi në edicione të tjera. Deri atëherë, miru takofshim.